Lexoni rezolutën. Rezoluta kërkon që çdo gjë të kushtohet. Rruga e Shqipërisë për në Europë të kushtohet. Pra, në qoftë se duam të shkojmë drejt Europës, pasaporta e Edi Ramës përfundojnë kosht plerave. Në Valencia, ajo pasaport që tunë po deshe Edi prap, po e kenë kosht plerave. Ata që mund të integrojnë Shqipërinë në Europë, janë ata që janë qytetarë të lirë, ata që votojnë të lirë, ata që besojnë tek liria, vlerat e saj, ata që duan vendin e tyre, ata që respektojnë njëri tjetrin, ata që bëjnë ligjin kundër krimit dhe korrupsionit. Ndaj miq, është një ndarje e madhe me 11 maj. Ndahemi me një të shkur shumë të hidhur. E kemi në dorën tonë, të votojmë për veten tonë, të votojmë për të ardhmen e Shqipërisë, të votojmë për rikthimin në Shqipëri të qindra mijëra bijve dhe bijave që u larguan vetëm se s'kishin punë dhe s'mund të jetonin. Të jetojmë që këta të ri, të votojmë që këta të ri të ndërtojnë këtu në Shqipëri ëndrrën e tyre më të bukur. Për ndryshe, historia do t'jetë e pamshirë. Çfarë ndodh sot, miqtë e mi, qytetarët Gramshit? Pyesni pak të gjithë, pa përjashtim, socialistë dhe çfarë janë. Po si ka mundësi, ka qeverisë 12 vite, dhe nuk del njerë para jush, nuk vjen këtu. Hajde ulemi në Gramsh, Edi Rama, këtu pak tyre, tu themi pak, ti dëgjojmë, na pyesin, tu përgjigjemi. Urdhë, tu japim llogari. Nuk vjen dot, pse nuk vjen dot? Sepse nuk justifikon dot para jush 130 milionë euro të vjedhura të djegësit e Tiranës, të zhdukura, që se ekziston në Masnishani ka fund në konto bankare. Nuk justifikon dot. S'mund justifikoj dot. Sarajet. 2 herë më të mëdha se Sarajet e Ndërhoxhës, i cili për hir të vërtetë nuk i regjistrojnë emër të vet, kurse ky ka emër të vet. Dhe me kopsht 4 herë më të madh se kopshti i Vilse Ndërhoxhës. Në një kohë kur kishte deklaruar se disponon të gjithsejt 3.800 euro dhe 400.000 lek në entin e deklarimit pasurive. Nuk vjen dot. Nuk vjen dot. Se në martesën e tij të 5 i dole dhe një pallat në Paj. Po ata nuk them gjë unë për atë, se ata le ta zgjojnë njëri tjetrin, është punë e tyre. Po problemi i pallatit është se nga doli pallati pas një faturë, as tatimore, as doganore, as ndërtimore, mbiu pallati. Ajo thot, u bë një herë, thot, u bë me pare gjaku. Pastaj thot, u bë me pare të Kurbanit. Ky thot, po unë kam punuar jashtë, kam qenë imigracion. Or zotëri, kudo që të qenë, paraja ka një rregull, kalon në bank, nga banka ka faturë, fatura e bankës, ka pagesa që i bën ndërtuesit lëshon faturën, pra tati paguën tatimet, janë të gjitha këto rregulla. Po si nuk ke një faturë të vetme për të treguar ti jam tope. Mbiu pallati 5 katësh. Prandaj nuk vjen para jushaj. Nuk vjen sepse ata njerëz të tij nga nëna, sipas rrëfimit të Spiro Koleks, kishin 3 derra 4 dhi, ishin të varfër, dhe tani na dalin me 224.000 metër katror tokë, e tëra po thuj e manastirit Skataris, që po ja merr ky tani. Po ja vjedh tokën manastirit. As një dokument kadastral, as një dokument konfiskimi për tokën. Ndaj nuk vjen dot para jush. Dhe paset dhe përpiqet tu mashtroj ju me Lamborghinin e Noizit, që ta gëzoj Noizit, s'kam asnjë gjë për atë, po megjithatë ju keni pensionet, rrogat, këto janë problemet tuaja, rrugët. Përpiqet tu mashtroj ju duke bërë takime si në vitet 50, veç as gratë, veç as burrat,
Ju kujtohet, fronti, dhe ky mendon se është interesant, dhe çfarë u thotë aty, u thotë se burrat janë kështu, dhe po t'i ketë ju një muj, do t'i gjenit me bisht burrat. Një bajat njeri jam të me gju vulgare, dhe përpiqet me banalitete, vulgaritetet të mbuloj vjedhjet. Pra par çdo buzëqeshje, çdo zgërdhimje të tij, ka një vjedhje, ndaj miq, me 11 maj, të bashkohemi të votojmë fitoren. Fitoria është e jona, Roth Gramsci, Roth Fitoria. Faleminderit shumë.